Deputetja e komunitetit bosnjak, Duda Balje, ka marrë sërish vëmendjen e mediave dhe rrjeteve sociale, këtë herë për paraqitjen e saj, gjatë seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës. E njohur për stilin e saj të veçantë dhe gjithmonë elegante, Balje është shfaqur në sallën e Kuvendit me një fustan me motive lulesh, që theksonte hijeshin dhe elegancën e saj pranverore. Deputetja dukej atraktive dhe me plot vetbesim në mesin e kolegëve të saj, në një ditë ku tensionet politike ishin të pranishme në çdo cep të sallës plenare. Kuvendi i Kosovës sot po përpiqet për herë të tretë të konstituohet pas dy përpjekjeve të pasuksesshme. Seanca e shumë pritur është thirrur për në orën 12 në përpjekje të re për të çuar përpara procesin e formimit të institucioneve. Të njëjtën, përpjekja e dytë për konstituimin dështoi pasi kryesuesi i seancës Avni Dehari nga lëvizja vetëvendosje ftoi partitë politike në një konsultë dhe më pas ndërpreu seancën me arsyetimin se nuk pati konsensus për hapat e mëtejshëm. Subjektet politike, lëvizja vetëvendosje, PDK, LDK dhe AK kanë vazhduar të fajsojnë njëra tjetrën për bllokimin e institucioneve. Pak para fillimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetja e zgjedhur Duda Balje ka reaguar me një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale. Në një postim në Facebook, Balje ka theksuar integritetin dhe përkushtimin e saj ndaj komunitetit që përfaqëson, duke deklaruar: "Ka nga ne që nuk e shesin besimin për një karrige." Reagimi i saj vjen në një kohë kur partitë politike janë në negociata të ndjeshme për formimin e qeverisë së re, ku edhe votat e komuniteteve jo shumicë, si ajo bosnjake, luajnë një rol kyç. Duda Balje është një nga figurat më të zëshme të komunitetit të bosnjak në Kosovë dhe ka qenë vazhdimisht aktive në çështjet që kanë të bëjnë me përfaqësimin dhe të drejtat e këtij komuniteti. Një nga kërkesat kryesore që Balje ka artikuluar publikisht është krijimi një komune me shumicë bosnjake në Kosovë, një kërkesë që ajo e ka vendosur si kusht për përfshirjen në cilin do koalicion qeverisës, përfshirja të Albin Kurtit apo të partive opozitare. Sipas saj, kjo nuk është një kërkesë e re, por një aspirat e kahershme e komunitetit bosnjak, që daton mbi 20 vjet më parë. Balje ka theksuar se krijimi një komune të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm drejt përfaqësimit të drejtë dhe fuqizimit të komunitetit që ajo përfaqëson. Sipas saj, komuniteti bosnjak ka qenë historikisht i marginalizuar dhe shpesh i harruar në ndarjen e pushtetit dhe të resurseve publike. Kjo kërkesë megjithatë ka nxitur debat të gjerë në skenën politike të Kosovës, sidomos në kontekstin e ndjeshëm të krijimit të komunave etnike dhe çështjeve të ndarjes territoriale. Pavarësisht sfidave, Duda Balje ka treguar një qëndrim të palëkundur, duke deklaruar se nuk do të bëjë kompromis në këtë drejtim, edhe nëse kjo nuk kupton qëndrimin jashtë pushtetit. Reagimi i saj shërben si mesazh i qartë për partitë politike që kërkojnë aleancë me të, duke vënë pas se çdo bashkëpunim duhet të bazohet në respektimin e kërkesave dhe të drejtave të komuniteteve jo shumicë, e jo vetëm llogari politike. Me këtë qëndrim, Balje duket se po përpiqet të vendosë një standard të ri të përfaqësimit politik, ato të ndershmërisë, integritetit dhe përkushtimit ndaj votuesve.